Shikues të nderuar, Talpo Televizion ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. 2 turistë gjerman janë gjetur nga policia e Gjirokastrës pasi kishin humbur prej disa orësh në një zonë të panjohur për ta. Turistët gjerman kishin kryer vizitë në zonën malore të Labovës së Madhe të Bashkisë së Gjirokastrës, ku kishin humbur edhe për shkak të terrenit të vështirë. Shërbimet e policisë në Gjirokastrë kanë shkuar në ndihmë dy turistëve gjermanë, të cilët kishin humbur orientimin e rrugës gjatë eksplorimit të mal në fshatin Labovë e Madhe Odria për shkak të terrenit të vështirë dhe errësirës. Shërbimet e seksionit të forcës së posaçme Shqipënia pas njoftimit të marrë rreth orës 21:00 nga 2 turistë gjermanë që kërkonin ndihmë pasi kishin humbur orientimin e rrugës gjatë eksplorimit të fshatit Labovë e Madhe dhe si pasojë kishin mbetur të izoluar në terrenin e vështirë të malit, kanë shkuar në zonë për t'u ofruar ndihmë. Turistët janë lokalizuar dhe janë transportuar nga shërbimet e policisë në automjetin e tyre në fshatin Labovë e Madhe në gjendje të mirë shëndetësore. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me komisioneren për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, në kryeministri, Edi Rama u shpreh se Shqipëria është shumë e vendosur të përmbushë me sukses objektivin ambicioz të përfundimit të negociatave brenda vitit 2027. Një pritje entuziaste për këtë zgjedhje, ka thënë Rama, është mbështetja e një institucioni të madh dhe të shumë kërkuar siç është BE-ja, të cilën ne jemi të vetëdijshëm që duhet ta meritojmë çdo ditë, sepse ne duam të bëhemi pjesë e familjes së bashkuar europiane. Ne dimë që nuk ka asnjë alternativë tjetër, pikërisht sepse nuk ka alternativë tjetër të lirisë individuale. Bazuar përpara ligjit, nuk ka alternativë tjetër të bashkëtesës në diversitet dhe të standardeve europiane të kësaj bashkëtese. Rama tha gjithashtu se jemi të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin të përfundimit të negociatave brenda vitit 2025 dhe që shqiptarët të marrin pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Bizneset shqiptare nuk parin të rriten në kompani të mëdha, të mirë strukturuara, duke lënë ekonominë të varur nga mikro-ndërmarrjet. Statistikat e fundit të Instat, me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, tregojnë se në vitin 2023 në vend kishte vetëm 168 kompani me më shumë se 250 punonjës, nga 181 vitin e mëparshëm, duke rezultuar të mbyllura 12 subjekte të mëdha. Në rënje ishin ndërmarrjet e mesme me 50 deri në 249 punonjës, ku janë mbyllur 20 të tilla, duke zbritur në 1286 sipërmarrje. Në total janë 32 sipërmarrje më pak me mbi 50 të punësuar. Rënja e tyre vlerësohet e lidhur në sektorin e industrisë, që është një nga punonësit kryesorë në vend. Rritur mikro-ndërmarrjet me rreth 3529 të hapura në 2023-shin, duke çuar numrin e tyre 109.000 me rritje 3.3%. Sipas Instat, ekonomia shqiptare ka varësi të lartë nga mikro-ndërmarrjet për sa i përket punësimit dhe shitjeve të realizuara. Deri më tashmë një blok informativ nga bota. Italia është përfshirë këtë të premte nga moti i keq me rreshtet të dendura shiu, alarmi kuq është dhënë nga Emilia Romagna për shkak të vërshimeve të mundshme të lumenjve dhe rrëshqitjeve të dheut. Shiu i dendur goditi zonat përreth Forlì, Ravenna, Bologna dhe Ferrara përgjatë natës, ndërsa në Toskanë ka një alarm portokalli për mod të keq dhe shkollat janë të mbyllura në shumë komuna, duke përfshirë Firencën dhe kryeqytetet e tjera provinciale. Rreshtet vazhduan gjatë gjithë natës në zonë, veçanërisht në zonën e Mugello në Firenze. Shërbimi i përmbytjeve është aktivizuar për disa rrugë ujore, duke përfshirë Arno në nivelin e parë paralajmërues dhe në Firenze me një prurje në rendin prej 1000 metra kub në sekond. Në Uffizi si dhe Bagno a Ripoli, La Strasigna dhe Montelupo. Niveli i lumenjve po rritet në Venciati, Stegno, Lamone dhe Santerno. Mediat italiane raportojnë se në orët në vijim pritet një përkeqësim i mëtejshëm i motit, me rreshtet e dendura shiu dhe të vazhdueshme deri në mbasdite.
Rusia ka nisur një tjetër valë sulmesh me dronë përgjatë natës, sipas Kievit, Shtria e Ukrainës ta se 117 dronë formuan këtë sulm më i fundit në ato që kanë qenë operacionet e natës me 74 të rrëzuar. 38 të tjerë nuk arritën objektivin e tyre, ka thënë ushtria, ndoshta për shkak të kundër masave elektronike. Nuk është e qartë se çfarë është bërë me 5 të tjerë, ndërkohë që sulmet vijojnë të jenë në një valë të nxehtë. Presidenti Donald Trump ka dyfishuar të martën tarifën për të gjitha produktet e çelikut dhe aluminit që hyn në Shtetet e Bashkuara nga Kanadaja, duke e çuar totalin në 50%. Vendimi, që hyn në fuqi ditën e sotme, vjen si përgjigje ndaj qëndrimit të provincës së Ontarios, që vendosi një tarifë 25% për energjinë elektrike që eksportohet në SBA. Në një postim në Truth Social, presidenti Trump shkruan se ka udhëzuar sekretarin e tregtisë që të vendosë një tarifë shtesë për 25% që do të hyjë në fuqi duke nisur nga dita e mërkurë. Kanadaja duhet të heqë menjëherë tarifën e saj anti-amerikane për fermerët prej 250 deri në 390% për produkte të ndryshme amerikane të qumshtit, që është konsideruar si një emergjencë kombëtare, përfshirë këtu edhe energjinë elektrike, shkruan Trump. Presidenti gjithashtu tha se do të risndjeshëm tarifat për makinat që hyjnë në Shtetet e Bashkuara më 2 prill nëse Kanadaja nuk ul tarifat e tjera skandaloze, siç i quajti ai. Kryeministri i Jashtëm i Kanadas, Mark Carney, i konsideroi tarifat e reja amerikane një sulm ndaj punëtorëve, familjeve dhe bizneseve kanadeze. Tre kriminalë të armatosur hynë në Globo Studios që ndodhet në pjesën perëndimore të Rio de Janeiros në Brazil, duke rrëmbyer punonjësit e rrjetit televiziv dhe duke rrjedhur celularët e tyre. Sulmi ndodhi mëngjesin e sotëm pranë sheshit të resortit Albacoa, një vendodhje për telenovelën Mania për ty, Mania de Você. Megjithëse nuk po bëheshin xhirime në momentin e sulmit. Kjo është raportuar nga faqja braziliane e lajmeve Metropoles. Ndaj veprimit të kriminalëve nuk kanë reaguar punonjësit, të cilët janë larguar pak kohë më pas, duke ka përsyer murin e vendosur në një makinë të vjedhur. Xhirimet e telenovelës janë në fazën përfundimtare, por duhet të përfundojnë, thot policia që po heton rastin. Në momentin e ndërhyrjes, policia po kryente një operacion antidrog në favela Dois Irmãos, e cila ndodhet pranë studiove Globo. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ i lajme. Shuni falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.